Bashkia Shkodër përmes Drejtorisë së Shërbimeve Sociale po vjon organizimin e aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese në mbështetje të fëmijëve në situatë rruge dhe familjeve të tyre. Përmes këtyre aktiviteteve synohet rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve mbi shërbimet sociale që ofrohen, si dhe rëndësia e orientimit të fëmijëve drejt strukturave përkatëse që garantojnë mbrojtje, kujdes dhe mundësi për zhvillim të shëndetshëm. Drejtoria e Shërbimeve Sociale pranë Bashkisë Shkodër mbetet e angazhuar në trajtimin e problematikës së fëmijëve në situatë rruge. Pavarësisht bashkëpunimit ndërinstitucional që ne kemi me policinë bashkiake, me policinë e shtetit, me referimin e rasteve, përsëri kjo situatë mbetet e rënduar, sidomos gjatë sezonit të verës ose për gjatë festave. Shumica familjeve të cilat vinë për të ushtruar këtë aktivitet të lypjes nuk janë nga Bashkia Shkodër, ato vinë nga bashkitë e tjera me qëllimin për të zhvilluar këtë aktivitet në territorin tonë. Bashkia Shkodër nëpërmjet qendrës së saj multifunksionale për familjen dhe me partnerët tanë I japim shumë shërbime këtyre familjeve dhe këtyre fëmijëve. Pranë qendrës multifunksionale ka transport të përditshëm nga shkolla në shtëpi, ka ndihmesë në regjistrimin për kopshtet e qerdhe, ka një vaktin e drekës të përfshirë në qendër, mësime passhkollore, aktivitete të ndryshme për fëmijët dhe për familjen për t'i fuqizuar ato. Por gjithashtu familjet të cilat janë me gjendjen civile në Bashkinë Shkodër I ofrohet të gjitha programet e rintegrimit, të strehimit dhe të punësimit. Pavarësisht shërbimeve që jepen nga Bashkia Shkodër, ne përsëri hasemi me mungesë bashkëpunimi nga të prindër duke I përdorur fëmijët përsëri për lypje. I ftojmë të gjithë institucionet dhe komunitetit të forcojnë bashkëpunimin për t'i mbrojtur këto fëmijë. Mos dhuro para, mos nxit shfrytëzimin e fëmijëve. Institucionet bëjnë thirrje që qytetarët të mos dhurojnë para fëmijëve në rrugë, pasi ndihma më e mirë është referimi I tyre pranë shërbimeve sociale, të cilat ofrojnë mbështetje konkrete dhe afatgjatë për të parandaluar shfrytëzimin dhe përjashtimin social.